Ndëruar tregon për cilit vend po vjen edhe apo beson që kjo protestë ka me qenë ndoshta e zëshme që me qenë e fundit para lirimit të krerëve në Hog. Që momentalisht vej prej rrethi Shtimës, një fshat Mollopolc. Ata që janë konë aty dhe kanë pas pushkën, me që ta trimës që janë Hog e din ku është Mollopolci. E këta që kanë të zërtu dhe kanë ikë në për vende tjera, këta nuk e din. E na jemi prej Mollopolcit, shkuim, para një ove kom marrë pej Hogës, Hog kam qenë atje, drejtë dhe se kom nuk flamurin që tu nuk e kom hjek derin Hog. Ose dhe kam veçan plemë se më vend temin, na. Pa atërë mu dershë të i tërgoj Europës si jem të shku për qëta dhe kem këta. Edhe protestat dhe tjetë shumë e fritshme, është pa diskutim. Mjeresht për ata që e flasin Shqipën e nuk e përkrahin. Se ai që ka një qik gjak shqiptarit dhe ta përkrah. Ju përshëndes, ju urej punë bërë. Me kënë keni ardhë, me kënë po shkani në? Unë e kam djallin edhe mbesën, me makinën, shkuim, kështu, edhe kem ta kem para aty me do krush me shtri që i thëmë na. Hajtë dhe për hajtë. Po du më pyet pak edhe zonin që se e kemi linë tove. Vetëm për nga veshja e dim qëllimin e ju, pse po shkoni në fakt atje, çfarë do më thoni ka për juve zonjë? Kjo protestë, mbase është e treta që është duke u zhvillu. Kjo është një protestë vazhdimisht është nisur prej fillimit që e kemi nis, edhe deri sot, kjo është një protestë që është për ata në Hog, po edhe që kemi kontribu për gjithë kohën, inshallah ata na liruhen, ma më mendja që ka me konë që kjo ka gjeni. E fundit po e sigurt. Faleminderit shumë ju shkull rrugan bor. Faleminderit edhe për juve. Veprimtar lëvizjes për popullorët të Kosovës. Prej 82-s ku po bashkimi i gjitha grupeve, atëherë kemi qenë veprimtar. Unë kum veprun Perëndim, kjo ka veprun Kosovë. Me të pyetje ndërru me qenë se qenë ke në këto rrjedha, çfarë mendon për dëshmitë që janë dhënë për kërët e Hogës nga disa dëshmitarë që nuk e dinë as vetë ka i kanë marrë? Shiqa, mas pori prej ardhjen e saj. Prej ardhjen e saj tash është një marrje madhe se pisho edhe gjumë gjona që fullet aty që ma ka marrë një mzatë mua edhe ka bë këto. Kjo është dobësia më e madhe. Për shkakun se është një gjykatë ndërkombëtare, kjo duhet marrët me gjona të rëndësishme, ha? Me si u bën edhe u vendos për shtëpinë e verdhë. Ku shtëpia e verdhë nuk ekziston sot mjerisht, që Shqipëria nuk i ka mundësi të bëjë transplantimin e organeve, ata dojshin ta bëjnë në atë shtëpi të verdha. Po kjo konë e përgatitur me mjerisht me dorë shqiptulsa. Ti e cilëson se të pa drejt këtë gjykatë. Është e pa drejt, edhe pikë gjanë Kosovë nuk ka aty. Krejt është gjukatë evropiane, pa morë pjesë shtetet që na përkrohen juve. Uroj që keni mja dalë në banë me këtë protestat. Menoj me gjithë pushën. Faleminderit shumë. Respekt për opinionin tuaj. Faleminderit.